Gjithmonë mendja aty më rrinte. Edhe kur isha në një punë tjetër, arrija ta tregoja që unë jam një kërcimtar. Shumë fjalë që më thonin gjatë gjithë kohës që jem terzi, mendon që ka të ardhur me kërcimi, merru me diçka tjetër më serioze. Para 8 vitesh kur unë kam hapur palestër, edhe një punë tjetër të dytë, sepse gjithmonë ishte ajo frika e dështimit, por që thoya gjithmonë që unë më kisha ëndër për ta bërë këtë gjë, le ta provoj çfarë do lloj gjëje që të ndodhi. Sa e bukur, por besoj që njëkohësisht edhe e vështirë është që të mësosh fëmijëve të ditëve të sotme koreografim. Punosh, nuk është që të punosh sot shumë fort dhe nesër thosh jo se punova dje shumë fort, sot nuk po punoj. Mund ta them me modestinë më të madhe që jemi grupi i parë shqiptar, të cilin kemi fituar çmimin e parë në World of Dancing e Greqisë. Edhe kur e mbanim atë çmimin, kur duke u kthyer, rinë shikonin dhe flisnim njëri tjetrin. Vërtet ne arritëm ta rrëmbenim këtë gjë, mos u anko pse çohesh herët, mos u anko për asgjë, mos u anko për shkollën, mos u anko për shtëpinë, mos u anko për të dalurat, paje sa më të disiplinuar veten. Dhe mbeson nuk ka asgjë që të ndal. Puno dhe mos u anko. Aq herë sa të ankohesh, aq herë do dënohesh. Çow, sepse ëndra jote akoma nuk ka përfunduar. Jam shumë i lidhur me çunat, me Ermalin dhe Stinin, të cilët janë dy nga koreografët më të mirë që kemi në akademi. Njëkohësisht, Kelimën, bashkëshortën të cilën më mbështet në çdo gjë dhe kam suportin maksimal dhe patjetër marrëdhënia që kam me mamin është shumë e fortë. Ka mëngjes që unë mos i shkruaj mirëmëngjes dhe nuk ka darkë që unë mos i them natën. Dëshirojmë që kapim majat, të arrijmë atje ku asnjë shqiptar tjetër me rrymën e hip-hopit nuk ka arritur dhe besoj që do ja dalin dhe këtë do jetë. Ku ti mes shoqës dhe shokësh nuk ndihesh inferiore, por fillon dhe e shtyn veten dhe i thua, "Ore, ajo po e mëson, ai po e mëson, pse mos ta mësoj dhon?" Që jemi një ndër të vetmet industritë në gjithë Republikën e Shqipërisë, të cilët nëse një këngëtar bashkëpunon me ne, në 95% të rasteve, bashkëpunimi i dytë, i tretë apo i katërt është i sigurt. Ne jemi njerëz dhe gabime bëjmë edhe mirë aty ku nuk duhet, por gjithmonë është mirë të bësh mirë. E di se çfarë do të thotë zero, sepse e kam provuar dhe më parë. Kur një prind vjen dhe ta beson fëmijën, ai nuk është se të beson vetëm një orë, por të beson gjithçka të atij. Jo të gjithë të talentuarit arrin të bëhen dikush. Duke qenë i talentuar, ka ato mendje madhësi, thotë që ka gjëra shpejt, ndërsa një person i cili mund të ketë vetëm 1% talent dhe ka 99% beson që ai i ka pritshmëritë dhe mundësitë për të bërë më shumë se dikush tjetër që mund të jetë i talentuar.